Unë mendoj e para ky emision kontribon në qatë lloj dialogu që ne e bëjmë me komunitetin kur sarim mi të ataku ata direkt në teren. Mos të harrojmë se edhe sot kur po flasim, jam shumë e sigurt që një grua ose një burr atje na dëgjon ndoshta jo në prezencë familjare, po e merr mesazhin. Prandaj mendoj që mediat përmes programeve, dokumentareve të ndryshme arrin me përçu mesazhin pozitiv të secila familje për mi inkuraju gratë dhe burrat, edhe pse ka kaluar një periudhë kohore, jem të vetëdijshëm, po me arrit qatë zënin e mekun, teshun që e kanë familje, ata me fuqizua dhe me kërku të drejtat e tyre që ta kanë. Ata s'duhet mundi fajtor për krimin e bërë. Faji ta kanë gjithmonë ai që e ka ushtru, dhunusi që e ka ushtru. Na si shoqëri zguzojmë paragjyku, na duhet mi përkra mbi gjitha i gëzojmë faktit që kanë arrit me mbjetu këtë krim edhe janë mesin tonë. Po traumat e patrajtuar kanë pasojat e tjera edhe për ata në familje. Kështu që në çdo moment kur ata e marrin guximin për me ardh edhe me kërku, mu trajtu, mu rehabilitu, mu njoft, ndryshon edhe dinamika në familjen e tyre. Edhe ne e vrejmë të për çdo ditë të gratë që vinë edhe burrat që marrin seanca. Realisht për ata e a kemë borxh atyre se këto trauma nuk janë veç pjesë atyre që e ka përjetuar krimin. Janë pjesë edhe familjes e fatkeqësisht edhe fëmijëve që kanë me